بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allahu ka emrat më të bukur, prandaj thirreni atë, lutjuni atij me ato emrat e bukur. Lutja parzmoria e madhe. Kjo dua lutje është emëruar parzmoria e madhe nga fjala arabe El Gjeushen parzmore. Imam Zenil Abidini tregon, kur profeti a.s. ishte në njërë nga luftrat që u detyrua të bënte, i zbriti Gjebraili a.s. dhe i gjeti të ndjente dhimbje prej parzmorës së rëndë që mbante. Gjebraili a.s. i tha: O Muhammed, Zoti yt të qonë selam dhe të thot, hiqe këtë parzmore dhe këndo këtë dua, e cila është siguri dhe mbrojtje për ty e për ummetin tënd. Gjebraili a.s. vazhdoi t'i shpjegoi gjëre gjatë mirësitë e kësaj lutje. Ndër të tjera i shpjegoi se kjo dua është me vlerë të këndohet në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, në mes të këtij muaji dhe natën e Kadrit. Në këtë lutje meditim, Allahu i madhëruar thirret vetëm me emrat e tij të bukur, ashtu siç ka urdhëruar vetë i larti në fjalën e tij të nderuar. Allahu ka emrat më të bukur, prandaj thirrni atë, lutjuni atij me ato emrat e bukur.